Burri është një fëmijë i madh. Më parë, mendoja se një koncept i tillë janë thjesht fjalë të përdorura pa vetdije gjatë shakave mes njerëzve. Por gjatë studimeve dhe sondazheve të zhvilluara me burra dhe gra, zbulova se ekziston një unanimitet rreth kësaj cilësie të burrit. Megjithë përsinë e tij mashkullore, meritën e autoritetit, në përgjithësi dhe jo gjithmonë, dhe dëshirën e fshehtë për të shoqëruar me më shumë se një grua, burri mbart në botën e tij të brendshme zemrën e një fëmije, i cili jepet në maksimum pas asaj që e përkëdheu dhe levaton. Kjo, me kushtin e vetëm që ajo të mos ja deklaroj haptazi se ai është një fëmijë, gjë e cila nëse ndodh, është ekuivalente me zbulimin e pjesëve të turpshme. Bazuar në këtë, një grua e shquar thot: kushdo që ka qenë e suksesshme në komunikimin me fëmijët, në përgjithësi do të jetë e suksesshme në komunikimin me të shoqin. Një grua inteligjente dhe e mençur është gjithmonë e aftë të kryejë disa role gjatë jetës bashkëshortore. Ndonjëherë, ajo shndrohet në nën, duke u përkujdesur për botën fëminore të fshehtë të bashkëshortit. Herë të tjera, ajo shndrohet në një shoqe të ngushtë, me të cilën ai ndan idetë, shqetësimet dhe ambicjet. Ndonjëherë, ajo shndrohet në një bijë, tek e cila i ngjall ndjenjat dhe emocionet atërore, e kështu me radhë. Sa më shumë ti ndryshoj rolet dhe fleksibilitetin gruaja, aq më shumë do i fal lumturi dhe kënaqësi të shoqit, ashtu siç ndodh me fëmijën, i cili me të mërzitur me një lodër kërkon një tjetër. Në të kundërt, nëse ajo i përmbahet një roli të vetëm dhe stapik, kjo është një shenjë alarmi se i shoqi mund të adresojë interesin e tij drejt diçkaje të re dhe interesante, siç bëjnë zakonisht fëmijët. Lakmia mashkullore. Kjo është një ndër karakteristikat dhe cilësitë e burrit, i cili gjatë gjithë kohës kërkon më shumë dhe nuk ngopet me ato që posedon, sidomos kur kjo ka të bëjë me gruan dhe kontributin e saj. Ai kërkon tek e shoqja bukurinë, zgjuarsinë dhe mshurinë, përkujdesin për veten dhe për fëmijët e tyre, dëshiron dashurinë dhe gjithçka tjetër prej saj. Megjithatë, ndonjëherë, madje mund të themi shpesh herë, ai i hedh syt tek dikush tjetër, ose disa të tjera. Kjo tendencë për më shumë mund të ketë lidhje me cilësinë dhe tiparin poligamik tek burri, për të cilin kemi folur më lart. Këto dy cilësi dhe tipare, tendenca poligamike dhe lakmia mashkullore, i shërbejnë natyrës njerëzore dhe vazhdueshmërisë së jetës mbi tokë. Si pasojë e ekspozimit të burrit ndaj rreziqeve, luftrave, udhëtimeve, punës dhe emigracionit, çdo shoqëri përballet me numrin në rritje të femrave në krahasim me atë të meshkujve. Shpesh herë, kjo shtron nevojën që burri të martohet me më shumë se një grua, ose të krijojë lidhje jashtëmartësore në bazë të vlerave, traditës, fesë dhe shoqërisë. Kjo bëhet për të mbuluar suficitin e krijuar te gratë. Një grua e zgjuar dhe inteligjente është ajo që arrin t'i përmbush nevojat e të shoqit, të përmbledhura në kënaqësinë e 5 shqisave. Një gjë e tillë kërkohet dhe nga burri. Një poligami e tillë në kënaqësi influencon në mënyrë të drejtpërdrejtë në stabilitetin e një anshëm të marrëdhënieve bashkëshortore, të një burri i cili ka prirje dhe tendenca poligamike, si dhe ka zemrën e një fëmijë i cili jepet pas gjithçkaje që i duket interesante dhe tërheqëse. 6. Në përgjithësi, burri dashuron me sy, ndërkohë që gruaja në përgjithësi dashuron me vesh dhe me zemër. Kjo nuk do të thotë se shqisat e tjera nuk i funksionojnë, por do të thotë se shqisa më aktive tek burrat është syri. Prandaj, gruaja duhet i kushtoj vëmendje më shumë aspektit pamor. Po ashtu, burri duhet të tregojë kujdes për fjalët që dëgjon e shoqja dhe ndjenjat e zemrës së saj. Pasioni i femrës për të zbukuruar shihet si tregues i ndikimit që ka ajo që i shohin syt burrit në zemrën dhe psikologjinë e tij. Shqisa e të shikuarit plotësohet mandej me shqisat e tjera, si dëgjimi, nuhatja, shija dhe prekja, për ta plotësuar në maksimum perceptimin e burrit. Por gjithmonë shkëndija e parë merr jetë nga syri. Për këtë, Zoti i lartësuar e ka pajisur femrën me tipare fizike të një niveli të lartë bukurie, në harmoni me njëra tjetrën dhe që e joshin syrin. Burrin e verbon bukuria e gruas dhe pamja e saj e jashtme, gjë e cila për një farë kohe e bën të injorojë shpirtin, thelbin dhe moralet e saj. Kjo verbitje dhe dhënje pas pamjes së jashtme ju pak herë i ka shkaktuar atij probleme dhe telashe.
Rindja pas pamjes së jashtme dhe bukurisë fizike nuk kufizohet vetëm tek burrat e thjeshtë dhe mediokër, por shtrihet tek shumica e burrave, sado të kulturuar dhe të ekuilibruar qofshin. 7. Burri ka vullnet ekzekutues, kurse gruaja ka vullnet motivues. Shpesh herë vërejmë se gruaja luan rol themeltar në planifikimin, orientimin dhe inkurajimin e burrit. Mandej, burri merr përsipër transformimin dhe ekzekutimin e kësaj energjie në diçka të prekshme, duke besuar se gjithçka që ka arritur e ka bërë krejt i vetëm, me djersën dhe mundin e tij. Sidomos kur gruaja është shumë e zgjuar dhe mjaftohet me motivimin dhe inkurajimin, duke mos e përmendur dhe duke mos u mburrur me këtë. Në raportin mes gruas dhe burrit, në rastet më të shumta gjejmë se gruaja zgjedh burrin që dashuron, mandej i jep sinjalin, i hap rrugën dhe i lehtëson kalimin, duke e bërë të ndihet se është pikërisht ai që e zgjodhi dhe vendosi martesën me të. Kjo, ndërkohë që në të vërtetë, vendimi ishte marrë prej saj. Edhe në shoqëritë tradicionale, shohim se gruaja, edhe pse nuk del shpesh nga shtëpia, në përgjithësi është ajo që planifikon, propozon dhe jep direktivat, për t'ia lënë kandidatit që ajo ka zgjedhur të dalë para njerëzve, të fërkojë mustaqet dhe të deklarojë vendimin e tij për martesë me filanen, madje edhe duke u mburrur para krerëve të familjes dhe të fisit. 5. Mes burrërisë dhe mashkullisë. Jo çdo mashkull është burr, pasi burrëria nuk është thjesht një përbërje anatomike apo një funksion fiziologjik i caktuar. Burrëria është një sër tiparesh dhe cilësish të pranuara unanimisht si fuqia, drejtësia, dhemshuria, dinjiteti, zemërgjerësia, fisnikëria, trimëria, sakrifica, të folurit drejt, toleranca, falja, përkujdesi, maturia, leadershipi, mbrojtja dhe përgjegjësia. Këto tipare mund mos i gjejnë tek dikush që njihet për mashkull dhe një pjesë të mirë të tyre mund i gjejnë tek një grua e cila ka përvetësuar cilësi burrërore pozitive. Kjo nuk do të thotë se ajo është transvestite, ku gruaja adapton tiparet e jashtme të burrit, por jo thelbin dhe esencën e burrërisë. 9. Burri u kushton rëndësi çështjeve të përgjithshme në familja, saqaq gruaja u kushton rëndësi detajeve dhe intësive. Shohim që burri nuk i di shumë detaje nga nevojat e fëmijëve dhe problemet e tyre, duke u mjaftuar me gjendjen e tyre të përgjithshme. Sa kaq, nëna di çdo detaj nga jeta e fëmijëve, rrobat, mësimet dhe problemet e tyre. Kjo situatë përmbyset në jetën publike dhe komunitare të burrit, i cili është tepër i interesuar për detajet e punës dhe profesionit. Pra, kemi një interes selektiv, gjë e cila mund të ketë lidhje me kujtesën selektive, e cila e orienton gruan në çështjet familjare, saqaq orienton burrin në çështjet që kanë të bëjnë me aktivitetin e tij publik. 10. Puna dhe suksesi për burrin është ekuivalente me mëmësinë e femrës. Prandaj, gruaja nuk ka përse të habitet që burri i saj i kushton aq shumë kohë punës, angazhimeve, ambicjeve dhe suksesit, pasi këto e bëjnë të ndihet burri i vërtet. Ai kërkon të diferencohet nga moshatarët e tij. Ai dëshiron të jetë i dalluar, i suksesshëm dhe flamurtar, për të cilën lipset shumë mund dhe energji. 11. Xhelozia e arsyeshme është një cilësi origjinale e një burri normal. Ajo shtohet dhe rritet deri në dyshime dhe akuza, në rastin e personalitetit paranojak dhe homoseksualitetit të fshehtë. 12. Burri është shumë i dobët para dy gjërave. Para atij që e lëvdon dhe vlerëson suksesin e tij, para një femre të vërtetë, e cila e bën të ndihet burr. 13. Marrëdhëniet e burrit me nënën përcaktojnë në një nivel të lartë edhe marrëdhëniet e tij me gruan në përgjithësi. Ajo përbën provën e parë në marrëdhëniet mes burrit dhe një gruaje dhe që damkosen thellë në botën e tij të brendshme, negative apo pozitive qofshin. Në bazë të fornës dhe përmbajtjes së këtyre marrëdhënieve, shohim se disa burra kërkojnë imazhin e nënës tek çdo femër me të cilën takohen. Ashtu siç ka të tjerë, të cilët kërkojnë imazhin e kundërt të nënës. Secili prej tyre ka dinamikën e tij, e cila ka nevojë për më shumë shtjellim dhe interpretim. Autor Muhamed Mehdiu.